takoi Ramën në Shqipëri dhe u kthye më njëherë në Bruksel dhe takoi Alex Soros. Nuk e di nëse ne do integrohemi në Bashkimin Evropian apo do integrohemi në shoqërinë e hapur të Alex Soros, sepse realisht nuk i kuptoj këto takime dhe këtë lloj raportimi të titullarëve të Brukselit ndaj tij. Por diskutojmë ecurinë e Shqipërisë. Baton. Unë e lexova para se ta ndëgjoj në ekran. Ky është, me thënë drejtën, ky është një variant i vjetër i kritereve. Parasysh se po të hyjmë me kriteret e Bashkimit Evropian, gjitha vendet e Ballkanit do të hynin në vitin 2035 e tutje. Esenca është se ka ndryshuar politika. Do të thënë ne nuk do futemi për kritere, por ka ndryshuar politika Bashkimit Evropian. Ka përdua politika Bashkimit Evropian, të cilat i kanë lehtësuar shumë kritere për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Dhe ato momente të cilat kanë qenë të ashpra dikur, që në një moment ishin lehtësuar për Bullgarinë dhe Rumaninë për shkak të gjeopolitikës. Pastaj edhe për disa vende si çka qenë Estonia, Lituania dhe tjera dikur, gjithashtu për shkak të gjeopolitikës. Shqipëria është në radhën e atyre vendeve që do të hyjë mbi ato kritere, por të plotësuara, po themi, më shumë se sa Bullgaria dhe Rumania që dikur ose atëherë kur kanë hyrë në Bashkimin Evropian. Janë disa arsye për këtë. Parasysh se përparësit janë sidomos në politikën e jashtme, në politikën e mbrojtjes, pastaj disa kategori tjera që janë të nevojshme për Bashkimin Evropian, sepse pastaj është problemi i kufive, problemi i gjërave të cilat ja lehtësojnë Shqipërisë që të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, që data e fundit është 2030, por që hapja dhe të gjitha kryen në fund 2027 dhe në fillim 2028. Kjo është qëndrim politik realisht. Dhe qëndrimi i kritereve, o qëndrimi politik është i prevalon qëndrimet ose kriteret të cilat janë burokratike në kuptimin pozitiv të fjalës burokratike. Do të thonë, do të plotësohen. Birni ka vendosur një shkrim që për nga përmbajtja është i vjetruar, pra arsye se politikisht ka ndryshuar situata. Dhe për nga përmbajtja i ka të saktë se këto kanë qenë kriteret të kategorizuar dikur dhe i ka të shpjeguara mirë. Dhe ato mund t'i gjesh kudo ose me këdo që bashkëpunon flet me komisionerët e Bashkimit Evropian. Kriteret politike kanë ndryshuar dhe dokumentacioni që do të harmonizohet me Bashkimin Evropian do të jetë i gatshëm ndoshta në mesin e vitit 2027. Anton, pastaj ambasadorin. Mendoj se do që të lirohet ose të ketë një vendim politik